Përshëndetje miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Friksohet personi juaj zemrës. Pra, mendoni në këtë moment që ne po lexojmë letra tarot, personin tuaj të zemrës. Ky person po friksohet, pra kjo dashuri që ka për ju, po e bën të friksohet, pra të ketë një frikë për ju. Dhe këtë do ta zbulojmë me gërma, çënja dhe letra tarot. Ky person është larg, në çdo çakër ka moneda. Është pak i trishtuar për këtë largësi, se është i rrethuar nga njerëz jo shumë pozitiv, atje ku është. Është shumë i dashuruar me ju, ka një emocion të fortë, një pasion, ka një dashuri shpirtërore të madhe për ju. Mbrojeni nga ky ëngjël mbrojtës në univers, për të marrë një rrugë të gjatë drejt majës së kësaj piramide. Ky person është friksuar me ju, sepse është shumë i dashuruar, dhe kjo dashuri ndonjëherë është i kalon limitet, dhe ky ka frikë, sepse është shumë person që do barazi dhe drejtësi në këtë histori të bukur dashurie. Dhe ndonjëherë brenda vetes tia ndihet pak i trishtuar, pak me atë pjesën e mendimeve të shumta që ka në brenda vetes së tij për këtë histori të bukur dashurie. Sepse në këtë histori ky person ka gjetur paqen e munguar prej kohësh, ka gjetur qetësi shpirtërore dhe me ty ndihet shumë i plotësuar. Dhe është shumë falenderues dhe mirënjohës universit për këtë histori të bukur dashurie. Është një person shumë human, nga ana shpirtërore, nga ana emocionale, dhe për të tje princesha e monedës. Ai me ty do të krijojë një histori dhe një lidhje shumë të rëndësishme, afatgjatë, që mund të ndodhin dhe mrekullira. Pra në prërin tuaj mund të ketë dhe një mrekulli, një fëmijë, një foshnjë. Me kë rezonon, me kë gërm, me S, Q, B, R, Q, G, G, Zh, E, Z, R, E, A, D, L, V, Sh, Një, L, N. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Britjapin, me Ujorin, me Vigëreshën, me Luanin, me Denin, me Akrepin, me Dashin, me Peshoren. Faleminderit shumë, miqtemi.